€200. Pritë Allah, se s'ka njëri nervat merë në ty që pik mëngjes. Ora është 6 mëngjesit dhe jemi në aeroportin e Berlinit. Fluturimi i pash është për në Zvicër. Jemi pa i gjumë fare, por jemi të emocionuar dhe mezi presim të shkojmë në Punta Cana. Që do të themi që të njëne? Po, do të themi që të një. Sepse vlogu është për Punta Cana. Ishte shumë acaruse përse pjesa e self check-in. Do të bëni që në shtëpi, mos të bëni të papërgjegjshëm si ne, por ja dollëm me sukses. Do provojmë, do marrë era këti parfumit që është bërë shumë viral. Në TikTok. Që e mirë. Parfum falas në aeroport. Këto do e blie vetëm se është shumë cute. Duke që sa ti e shumë vap, nuk e morë fare gjë me vete. Ishe një sfid të zbrisja nga makina dhe në aeroport, po ngrija së ftoti. Po tani jam good. Sytë e mi janë në këtë i gjëndi tani. O bërë 20 orë pa i gjumë? Fluturimi i parë zjanë vetëm 1 orë dhe do zbresim në Zvicër. Kemi 4 orë tranzit atje. Dhe pastaj do shkojmë për në Punta Cana. Një gjë e keqe që më ndodhi është që kisha internetin hapur dhe sa zbrita këtu në aeroportin e Zyrikut, më mori numri Gjerman €200. Sepse përdora pak WhatsApp-i dhe unë nuk e dija që ishte aq shumë me lek. Thashë, okej, sa të bëgë lidh Wi-Fi, nuk është një problem i madh. €200. U acarova shumë, po Arja. Do ti marrë telefon kur ti ke në Gjermani. Kemi bërë një abonim që mund të përdorim 10 lounge të ndryshëm të aeroportit për gjithë ditë vetëm për €50 dhe mund të hash. Ka vend për të fjetur nëse do. Edhe ne që kemi tani 4 orë tranzit është super mirë se nuk kemi pse të rrim për aeroport. Dhe porim këtu rehat, sa po hëngrëm mëngjesin. Dhe në orën 1 nisemi. Kjo është pamja. Ora shënon 1:30. Kemi dremitur pak, jemi shumë të lodhur. Po bën 24 orë pa i gjumë. Mezi pres të nisem thjesht me avionin tjetër e të flej gjumë të rrugën. Ka marrë dhe melatonin që të më përshpejtoj gjumi. Është udhëtimi im i parë që do të kaq larg. Jam emocionuar. Por të udhëtoj me avion nuk është shumë e lehtë për mua. Kam shumë frikë. Se s'po më vjen dhe fjalë nga pagjumësia. Kam shumë frikë. Këtë një orë që bën nga Berlini në Zvicër, më kapi ankthi, kishte turbulenca dhe isha o bo. Po tani me këtë 10 orashin, dhe pak vështirë besoj, po kam marrë libra, kam marrë sudoku që të bëj çfarëdo lloj gjë të mundshme që mos të kem mendje të fluturimi. Nuk kam qenë kështu, kam qenë shumë chill. Nuk kam pas kur frikë as nga makina ose nga avioni. Okej, frika gjithmonë qëndron aty besoj te avioni, po thjesht nuk e mendoja shumë. Tani pas aksidentit të këmbës që kam bërë para 2 vitesh, jam bërë shumë e ndjeshme dhe i mendoj gjërat shumë me detaje dhe e lodh mendjen tim me kot. Dhe një gjë që po vëre këtu janë shumë të pasjellshme punonjësit. Pritë Allah, se s'ka njëri nervat merë në ty që pik mëngjes. Do marrë lek. Unë kam javë gjysmë kam lënë kafen për shkak të dietit që po bëja. Edhe unë se pi një kafe të rënd, nuk cappuccino pi, po ndihem shumë mirë tani që se pijet, me thënë drejtën, edhe tani mund ta pisja me pushime, po s'do ta pi, me thënë drejtën, se më dhëm stomaku. Edhe po pi kakao tani që
Mos të dorëzohem të filloj prap kafe. Më duket shumë tuar nga kjo, në prita bëj kështu, se kam bërë shumë. Kevi ajtë na thuaj si po ndihesh deri tani. Se po ndihem mirë, pak i lodhur, se nuk kam fjetur, zgjova dje, jam zgjuar para teje. Kevi plotësisht 4 orë, unë akoma. Jo, vjeta pak në avion, më din që fleqohet, kështu që. Është dremitje, si ishte fjeti. Okej, dremita pak në avion. Po që mirë deri tani. Po më e keqja akoma nuk ka ardhur, kështu që. Erdhi keq, më morën 200 euro më në kartë. Mirë, po se saj. Më fal, nuk është e keqja ajo. Çfarë të keqe se po pres tjetër unë. Kam fjalën për Përveç se po shkojmë të paguaj 200 euro numrin për ta hapur 2 minuta internetin në Zvicër. Pse Zvicër më pëlqej? Pse më marrë si të keq Zvicër këtë? Pse më nxjerr nga zemra? Është shkruar të moslim në Zvicër. Aeroporti këtu cop. Isa në një luks unë Zvicër, thash unë, wow. Kam qenë në një, nuk e di, Bergamo, më duket si aeroporti Bergamo, duket që është sop dhe ai në Itali. Në atë lloj grade është. Ka ca dyqane shumë të shtrenjta sa për të nënkuptuar që ti je në Zvicër. Po të tjerat janë shryvjet realisht. Dhe si, unë do të iki tani, të shire këtë kakaon, s'po me i fjallem nga paqësia. Edhe do ikim bashkë afrohemi te geti, sepse do nisemi në orën 1. Do shihemi në avion. Ciao! Kemi dhe 7 ore gjysmë rrugëtim dhe na sollën trekën. Këtu janë pasta, cucumber dhe një ëmbëlsirë. Çfarë mund të jetë kjo? Pudi? Duket e mirë. Ose kevi ka çka keti? Chicken, cucumber, krap edhe ëmbëlsirë. A pofta më herë. Wat heb je? Kevi. Gëzuar. Chin. Chin. Në tu e Jervis Behari tani. Qa? Në tu e Jervis Behari tani të plotësoni muajin në mjaltit. Kemi dhe 3 orë fiturim. Jemi të rritiku mirë. Me si presë të stresim. Unë tani realisht u lova pak. Dhe po mendoj vetëm kthimi. Tani vajti ishte 10 orë, kthimi është 9 orë. Nuk e di, mendoja si për të ishte më chill, të shkoj filma, të lexoj libra, për jam shumë e lodhur. Kemi fjetë pak gjonë, që si tanë nuk janë më aq të kuq. Edhe tani madje u brita, se për 6 orë nuk kam britur fare. Pra pak gjiro kështu në për avion, vetëm që të ecja pak. Kam bler melatonin për të fjetur gjumë. 3 orët e fundit shpresoj të më zëri gjumi ose të lexoj libër. Një nga këto dyja do të. Ja ku jemi 1 orë gjys larg të takanës. Dhe na erdhi vakti i fundit tani, të tregoj se çfarë ka. Përsëri makarona dhe një ëmbëlsirë e vogël. Na bëftë mirë. Po eci me këtë shpejtësi, është kaq gratë jashtë, jemi kaq metra mbi detin. Për 19 minuta arrim, kemi dhe kaq kilometra dhe mezi po presim. Nuk kam më thot si në Gjermani kebab. Pas kaq shumë orë shudhëtim do të presim në rradh për pasaportën. Dua të iki në hotel, nuk do të pres më. Yeah. Around your head.
Emelina. Yes. Español. I love the Spanish, but the Spanish is like a It's the best country of the Europe. Erdhëm te dhoma, nga gjendja ime mund ta shikoni sa e lodhur jam. Shumë faleminderit që mundoj që në këtë vlog do kemi video të reja në YouTube për outfite, se si do kalojmë një ditë këtu në resort. Kjo është dhoma. Very cute, very nice. Do bëj një video në TikTok për këtë gjë. Ja, kjo është dhe parë. Faleminderit që më ndoqët. Mua!